sprisin e ndryshim qeveri për postin e saj, domethënë. Unë nuk pres, sepse pse nuk e pres ndryshimin në qeveri? Nuk e pres, po ai mund të bësh çfarë të duash, se shiko, është momenti i rrezikut, kur ti je në rrezik, nuk mund të kuptoj tjetri që ky që është në rrezik në çdo moment mund të bëjë një veprim apo mund të mos ta bëjë. Pra, kjo është në varësi të Ramës, por unë nuk dua që zonja Balluku të largohet nga zëvendës kryeministre, sepse unë dua pikrisht që çdo mas që kërkon drejtësia e zotit Rama, se është pikrisht drejtësia e zotit Rama, të bie në sy të publikut. Pra çfarë do të thotë? Që ai e mban një person që drejtësia e tij, drejtësia e Edi Ramës, jo drejtësia që them unë gjykatët të japin drejtësi, po drejtësia e zotit Rama e do të kalbur në burg Belinda Ballukun. Dhe prandaj e mban aty, që ti tregoj një, që unë po të mbroj, e dyta, unë po sakrifikoj, dhe e treta, unë do të përcjell atëre kur unë ka pastruar gjithçka që më prek mua. 3 gjëra janë. Dhe zoti Rama është në momentin e tretë. Dhe në këtë moment të tretë, zoti Rama do të përdori strategjinë e riviktimizimit. Dhe kur ta përdori këtë strategji, do jetë e bukur që të dalë në sy të publikut, do të thojë aty Varfanjaku që ha 100.000 lekë në muaj pension, fare nuk e ka mund që kanë hajt kjo që ka. A kupton? Pra, nuk e kam fajnë unë, fajnë e ke ti që ke votuar. Më kupton? Pra, fajnë ka qytetari, nuk e ka Edi Rama. Edi Rama është viktim. Bllako viktim, Velia e viktim, Dako, shokun e vet, Dakon, e futin burg. Bëri avokatin e Dakos, Dako mblinte vota për Edi Ramën, për Edi Ramën, jo për Partinë Socialiste. Partia Socialiste ka shkuar te 5% që. Dako, Lefter Koka. Pra, gjithë këto figura që e ka përfunduar në burg, nuk mund të përfundojnë në burg të gjithë, do të thotë diçka nuk shkon mirë tek rrethi i Ramës. Edhe prandaj dhe zonja Balluku në fund fare, kur ai do t'i thotë ok, mbarova se rrezikun e kalova, tani shnetet mira, vazhdo me punën tënde se ke ti punën tënde. Zoti Rama e shkarkon në çdo moment, po ju duhet keni parasysh diçka. Zoti Rama ka marrë 83 mandate. 83 mandate nënkuptohet që Balluku ka 16 deputet. Po bën zbritjen. Po, bëni u zbritje, unë si bëj zbritje, se s'di aritmetik. Po puna është kjo. Si basha. Bravo, se mos kapin edhe në video dhe e përcjellin. E kupton? Pra, diçka po bën Rama, sepse dikush është më e mira. Mira se Rama nuk e lëshon Ballukun, e di ç'a bën Spaku. I merr 15 deputet Ballukut edhe i bë parat mode përpara Spakut. Pra, moralisht qeveria ka ra. Balluku, Akshi, moralisht flas. Dhe në rast se do t'i marrësh edhe 15 deputet Ramës, dhe do t'i bësh parat mode përpara Spakut, qeveria Rama ka rënë. Këtë e thoshte Basha mas çdo proteste. Qeveria Rama nuk është më kryeministër. Ore, Rama ka rënë moralisht tek populli. Pra, moralisht flasun. Moralisht, zoti Rama ka rënë tek qytetarë, se nuk mundet të ndryshosh linjën ti, kur të vjen tani partia jote dhe drejtësia jote, në dyert e tua. Se drejtësia tek zoti Rama ka vajtur sepse vjen momenti ku bën përplasje të interesash dhe përplasje gropash. Kur ti kënaqesh me gropën e tjetrit, sigurisht që në një moment nga kaq gropa që ke bër, vjen moment që të merr ty gropa dhe merr ato që ke me vete. Tani, a ka bër gropa Balluku dhe Balluku do të marrë dhe Ramën, a ka bër Rama gropa dhe do të marrë Ballukun? Këto janë gjëra të cilat e dinë vetë ata. Nëse merrem me çështje të këndshme, po thjesht bëjmë interpretimin të jashtëm, që do të thotë zoti Rama është gati ta lëshojë zonjën Ballukun. Po, zoti Rama ka studiuar që zonja Balluku do të mbetet ashtu siç duhet të jetë,
apo do të marrë një rol Ahmetaj ndryshe? Se di. Avokata dhe opozita e ka pranuar që Rama në shumë raste është disa hapa para të tjerëve. Tani duke llogarit këtë, tani si komentoni ju lajmet sikur e përmendën në fund nga Zvicra, nga Amerika, por presim edhe këtë Brown që të bëjnë ndonjë goditje. Se sapo e nisi, do ta nis fuqishëm apo Shiko, unë marr si referencë deklaratën e tij që bëri përpara prokurorëve të SPAK-ut dhe tha dosjet e prapambetura duhet të aktivizohen. Dhe në ato momente më erdhi në kujtesë fjalia ime po për kë kishte ai dosjen Tropoja, sa ajo është më e vjetra më duket. Të gjitha dosjet do të procedohen dhe kështu sipas zotit Brau, e kupton, nuk jam zëdhënës si ti, por me ato që dëgjova. Po interpretim. Dhe në fund fare, unë mendoj që zoti Dumani dhe shumë prokurorët shenjtor brenda prokurorisë së posaçme do të jenë të detyruar të marrin masa ndaj personave të cilët janë në nivele të larta. Unë mendoj që do të kemi aksion, por uroj që mos jetë aksion statistikor. Dhe mos jemi në të njëjtën linjë si zoti Dumani. E prisi shpejt apo të piqet avash? Jo, nuk ka, do të jetë e shpejt për shkak se rrethanat dhe situata nuk është dhe kaq shumë normale. To ko prisni arrestime. Po do kemi arrestime, është sigur që do kesh arrestime, por arrestime do të jetë të një niveli që nuk kupton qartazi lart, jo pushtet ndryshëm, por pushtet që ekzekuton vendimarrjet e gjykatave, që nuk kupton nivelet e policisë së shtetit, nivelet e larta të shtetit. Pra për ta thënë më thjesht për publikun, prisni goditjet që e para të Lodian Braut, të jenë në radhë të policisë së shtetit. Po, e di pse e lidh këtë gjë? E lidh sepse pikërisht Brau dhe shumë prokurorë të tjerë janë marrë në këtë kohë edhe me krimin organizuar. Dhe ajo që mua më bëri përshtypje nga takimi i zotit Brau me të deleguarën e Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte lufta kundër krimit organizuar dhe po të shikoni në deklarat nuk thuhet fare korrupsione. Po ku si është krimi transnacional. Bravo. Që do të thotë zoti Brau duhet të luftoj dhe të nxjerrë statistika për amerikanët për luftën kundër ata nuk besoj të naqen me statistika. Organizuar dhe emra konkrete të personave të cilët janë të përfshirë në kartelin e drogës me gradat e punojës të policisë së shtetit, them gradat e larta, nuk them një punojës thjesht policisë së shtetit i cili është në hallin e vet në punën e vet. Flas për ata që urdhërojnë këta të poshtë që bëni kështu si them unë, mos bëni ashtu siç do ligji. Prandaj them që e vetmja gjë që unë pres është kjo goditje për arsye se e lidh me këto dy gjëra. Një, takimin e ngarkuarës së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe deklaratës në Rubios, dhe dy, atë që tha zoti Brau që çuna vazhdoni lëvizni sepse është momenti të dosjet të prapambetura të vazhdojnë. Dhe cilat janë dosjet të prapambetura? Pikrisht e ato që të kam thënë unë ty. Autobuzin e Partisë Socialiste me opozitarët, brenda dhe Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, janë mbushi Altin Dumani. Dhe tani Brau ka për detyrë të mbush autobuzin me krimin organizuar, kartelet e drogës dhe në fund fare politikës. E kemi thënë para se dilshin këto.